votojmë për tekstin në tërësi. Komiteti Parlamentar për Stabilizim Asocim Shqipëri-Bashkimi Evropian nuk arriti të miratojë një rezolutë të përbashkët në përfundim të mbledhjes së zhvilluar në Strasburg. Kjo për shkak të mungesës së konsensusit mes përfaqësuesve të mazhorancës dhe opozitës shqiptare. So it is not approved. Pas dështimit të negociatave, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste dolën me qëndrime të kundërta, duke fajsuar njëra tjetrën për mos miratimin e dokumentit. Partia Demokratike deklaroi se Partia Socialiste refuzoi të gjitha amendamentet e propozuara nga opozita, të cilat sipas saj përmbanin kriteret thelbësore për avancimin e procesit të integrimit evropian. Mazhoranca votoi kundër propozimeve që synonin intensifikimin e luftës kundër korrupsionit, heqjen dorë nga mbrojtja politike për zyrtarët e akuzuar për korrupsion, zbatimin e vendimeve të gjykatave, në veçanti të gjykatës kushtetuese, si dhe forcimin e mekanizmave të kontrollit, transparencës dhe llogaridhënies. Në kundërpërgjigje, Partia Socialiste deklaroi se deputetët e Partisë Demokratike zbatuan sipas saj urdhrin e Sali Berishës dhe votuan kundër interesit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Deputetët e Partisë Socialiste dhe të gjithë eurodeputetët votuan pro rekomandimeve në mbështetje të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ndërsa deputetët e Partisë Demokratike zbatuan urdhrin e Saliut, siç e kishin bërë me dije, duke votuar kundër Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Partia Socialiste theksoi se nuk paraqiti amendamente në tekstin e përgatitur nga sekretari i KBS-s, pasi dokumentit i ishin bashkëlidhur rezoluta e Parlamentit Evropian për Shqipërinë dhe rezoluta e miratuar me konsensus nga Kuvendi i Shqipërisë për procesin e integrimit evropian. Deputetët e Partisë Socialiste votuan një pjesë të amendamenteve të Partisë Demokratike me përjashtim të formulimeve që nuk pasqyronin frymën e një dokumenti të përbashkët parlamentar. Nuk mund të pranohej tentativa për të deformuar balancën e dokumentit. Nga ana tjetër, Partia Demokratike ritheksoi se mbetet e angazhuar për integrimin evropian të Shqipërisë. Lufta pa kompromis kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, respektimi i shtetit të së drejtës, zbatimi i vendimeve të gjykatave dhe rritja e standardeve të jetesës janë kushtet e vetme për ta çuar Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian. Gjatë debatit, Tauland Balla u kërkoi eurodeputetëve të Parlamentit Evropian ngritjen e një misioni faktmbledhës për të verifikuar situatën në Zvërnec edhe në zonën ku është ndërtuar aeroporti i Vlorës. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e opozitës paraqitën atë që i cilësuan prova të zhbërjes së shtetit ligjor në Shqipëri.